Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, miqtë e mi, besimtar, edhe kush nuk e kam, të gjithë jemi miq, por për të gjithë, kush na shikoni nga kuzhina e thjesht modeste, ku unë ushqehem në shtëpinë time, ju përshëndes me një mbrëmje vëllezërore, paqja e Allahut qoftë për ju. Pra, selamu alaikum wa rahmetullah. Sonte do të bëj une një darkë të thjesht, modeste. Vetëm me ju tregua familjarve gjithkund ku po na ndiqni, vëllezër dhe motra, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka ndihmua familjes së tij. Kështu që kadal, unë kam bën këtë herë këtë ligjërat me bën prej kuzhinës. Jemi sot në një ditë e mërkure, nesër është e ajte, sot është data 27 tetor. Kështu që dhe të fillojmë une kuzhinën, paka shumë e njoh për arsye sepse kam jetue diku 4-15 vite jashtë vendit, edhe si student kam bo kuzhinën e kam praktikue, shokve ju kam bo dreka dhe darka. Kështu që prej gjellënave të gjitha i bëjnë, edhe pjekurinave i bëjmë, pjekin do më thonë zgarës, kurse vetëm bukë s'kam gatue, as burek s'kam bo dë njëherë, pite si them të na. Kurse gjellë në kreta jem gjendje me i bo. Jemi një familje e thjesht modeste, e sonte deshtam të bëjmë edhe një qëdi, me qëllim që sa do pak kreta ta që deri tash ne kanë shikuar në internet, në YouTube, në Facebook, të jenë të knaqur edhe me neve të bëjmë edhe pak shaka, po edhe pak me bismillah. Dhe më thonë, ardhëm në kuzhinë, sonte, bashkë me vllau në studio Kalas, Jenuzin, që ta bëjmë incizimin, sonte dhe të bëjmë petla të thjeshta. Jo se s'dim tjera gjera, po është dark, po na do të shfrytëzojmë këtë mbrëmje vëllezërore, jo pse unë di diçka me bo, po çka do të bëjmë me bismillah. Kështu që e filloj, e kam qitë mas pari mielin, në këtë ferë plastike, në mielin, e bismillah dhe të fillojmë, inshallah u ta'ala. Po filloj këtu të ndezi, na punojmë në shtëpinë tonë, punojmë tash 30 të sa vite me gas, apo plin. Kështu që, këta gjonat janë rregull, këta në kam prunë prej vetë prej Arabijës, kur kam ardhë para 20 viteve kam prunë, për një rast edhe ndezet për marak. Punon shpejt, edhe elhamdulillahi ta'ala, arrim sukses bi idhnillahi ta'ala. Kështu që mas pari këto që të në nëzëhnet paka shumë, e mandej javash tjera të gjera. Kështu që nuk du t'ju bezdisim gjatë ko, po do të bëjmë diçka shumë thjesht, vetëm ju tregua që duhet me ju ndihmua familjeve t'juja. Ka shumë fëmi, keni shumë fëmi, ka nevoj familja, sidomos ju matrit që jeni, une Allah i mi ka falë 6, ama une s'kam gatua në shpi, sepse në fillim kanë qenë ata fëmija kanë qenë me babe me nani kena pas, edhe i qesim pak kryp këtu. Unë zakonisht pak po të njëjtin vend, i qesë edhe pak sheqer. E kom po edhe ata që gatujnë, mirë për sheqerin jahudi, i e pak lezet milit këtu, ku po e qesin në petla. E Allah i gjellëshani unë mësoft mirë, që është ma mirë. Bismillah, mashallah. Edhe juve dhe t'ju vjen që di Hoxha Mazlumin kuzhin. Hoxha Mazlumin kuzhin. Edhe kjo është një që di. Ama kuzhina ka qenë edhe në gjdo ko. Pejgambert kanë bunuet, pejgambert kanë gatue. Ibrahimi alayhi salatu wassalam e dini shka ka bo. Ka shku e ka prej vicin e ka pjek, ju ka pru misafirave. Ju pakic, po vicin. Misafirit do të nja plëtsua dëshiren. Edhe na, inshallah, sante, do të bëjmë dishka.
Ju kush në shikoni atje larkë, sidomos në për Gërbete, ka jini, rregulloni pak raportet me familjet e juja. Mos bini në konflikt, sepse në për Evropë kini edhe probleme, po edhe njëkohësisht në Kosovë, në Shqipëri, si gjithkund e lusu në shqiptarët të kanë kujdes, se shumë mosmarrveshje në për familje po ka, ato mosmarrveshje po sjellin deri te divorcimi familjar, ndarja, shkëputja familjare. Ajo nuk ban më bo ashtu. Allah ju një moft. Tash këta e kreva. Dhe më thonë thjesht kjo, vetëm e vetëm për zor është për marak. Për zor është për marak. Bismillah, mashallah. Edhe këta tash i arritim gasin për me e zon, për me e petlën, për me e pjek tamam. Në qenë se është forterja e vogël, forterja është e vogël, petlat dhe t'i qesim në pak ma ka një petëll, se me kanë forterja e madhe, që shkanë qenë forteret e nonave tona përpara kanë qenë forteret shumë të mëdhaja, kush ka jetuar në përfshatra, e majnë mend nona kure vinë ke forterën në zjarë, 2 metra larg atë bishtin e ka pas, po ama mushtet të lyen, jo vaj, të lyen, original të lyen. Petla, ato petla bahen. Këto janë petla të zorit, po na me qëto po jesim gjallë, o habibi. Tash kjo në nxehet. Mashallah. Kush punoni edhe me gas, keni kujdes, se gasi është edhe i rrezikshëm. Po nish ka erë në shtëpi, era ka dalë të gasit, shkove i nale. Ose nale atje te, bambola i thejnë asaj. Se këto jenë shumë të rrezikshme, punojnë për marak, shiko. Edhe pak punon, edhe punon shumë. Mashallah. Mashallah te barekallah. E provojmë tash anëzë qesim një pikë. Mashallah. Kini me lakmue, kam jo. Unë, kure erdhe në shtëpi sonte, thash shoqës sonte, unë do të gatuj. Pse? Thash rahmetlikës, t'ja marrë zanatin asaj motrës që ka vdek. Cika, që jo vasenin. Ceka. Atje në Shqipëri ka qenë vjetin e kaluar gjyshet milionere, shumë programi mirë për mi mësu të rejet, me punue, me bon buk në për shpia, jo mi mësu veç celulara, me punue me veç... Jo mi mësue celulari shka bon, po mi mësue buk që shbohat. Bismillah. Shikoni sa mirë bohat që, një kësi e qisë. Bismillah. Me kanë me qitë 2, forterja e vogël mundet mos me mnimue me e djegi ose në gjitët një nën tjetërën. E tash kjo nëvoj skuqet. Kur skuqet, jo shumë, kur skuqet dihet që është pjek, dhe më thonë, ban me hangër. E këto ja hek, këto që jenë skuq, sepse jenë skuq këto që e provova. Mos mu djek, më ne shumë tu e vojin. Duhet edhe me punue, po edhe mos me ban damin. Jo ban punë e ban dam. Ta shë këthej ka tjetra anë, shiko? Ju e keni me lakmua, kush në shihni qëfar petlat lezeqme po bahen. Mashallah. Mashallah, mashallah.
studenti ka shumë e punuash në kuzhinë. Wallahi i gatujshim, unë kam një shok të Gostivarit, inshallah i shkon selami edhe atij, prej fshatit Toplice Gostivarit, Tahir Halimi. Ata vëllezërit e vet kanë pas kuzhinë në Kroaci, edhe ai prej tyre ka marrë normal. Edhe ai kur e pashun që ai po na gatuan në shtëpi, krita gjallë aty bënte, edhe pjekurinat, ai bante edhe ëmbëlsirat. Edhe unë e di ti bëjnë disa prej ëmbëlsirave. Shiko sa mirë ka dalë kjo, sa e pjekur, sa e skuqur, për marak. Kur e pash ai çu shpo i bën, nevoja të mëson. Nevoja e mëson njeriun. Për çat sebeb që kur gjon s'ka të lashe, po më u bën temeli, në vend se me ndihmuat i shkan familje në sabah, quhet shqiptari edhe ikën, shkon e pinë kafe në qytet, shkon e pinë kafe në restorant, pse po të rrini moj gruas, bën një punë sabah. Qëta është dy, po i qesë, se kjo hini knena, qulli e dytja, po. Që. Edhe nevoja të mëson, si kur që thash, mandej kuzhina në familje, kur të bënsh, antar të familje si mësësh, bismillah me bo. Heja baba këshyre që shpo bo. Jo është bo vajza 15 vjetë, bo 17 vjetë një kafe s'di me ta bo, një dyvez nuk di me t'i fërgua, me t'i skuq dyvez. Duhet me mësu fëmijën të heret, sidomos ata familjet e cilët i martojnë vajzat heret, ka një herë ngecin probleme familjare për shkak të mos njohje se sjelljeve në familje. Për shembull vjerrat bëhen sebeb, e qet nusën, e largon, e divorcon prej djalit pse s'po di ke çaj me qit, s'po di ke bukë me bon, s'po di ke ato, s'po di ke këto, për një sebeb për kurfar sebebi, për kurfar, ai nuk ka sebeb që duhet që ashtu me bon, mirë po, gjahiljeti e bën, prej gjahiljetit e bëjnë. Që. Tash na do t'i bëjmë, i kam bën ftesë edhe vëllezërit e mi, 2 vëllezërit tu afër që i kam, i bën ftesë që bëjmë një darkë modeste të thjeshte, vetëm për më ju bën relax juve, që për na përcjellni jo gjithë me ligjerate, me katët e gjunahet të jabre ka lezet, kjo dynjaja edhe ka të mirat e veta. Allahu Gjallëshanu në kam sut shumë e bon dua, Rabbena atina fit dunja hasana, o zot ne të mirat e dynjas. Kështu që për saj përket, kësaj gatu më se pat, inshallah ta'ala, mas kësaj do të vazhdojmë pjesën e dytë, në vendin e kuzhinës, inshallah ta'ala, pra një 5 minuta do të bëni sabër, po kjo kamera ngjitet atje me një heri, ata që na shikojnë, ata me një heri do ta shikojnë. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar tashma si i bëm këto petlla të thjeshta, deshta t'ju tregoj që vllaznit kam këtu në darkë të thjesht modeste, vetëm për më ju tregua muslimani duhet me thirr vllaznit, motrat, hallat, tezet, axhallarët, ndrek, në darkë, në mëngjes, ja mu bën ciciash koprac mos më dhan buk. Bukdhënia është punë e madhe. E sante thjesht këto, për këto kemi bo model, se edhe na kur ka ma të mira gjëra pjeki me ha. E sonte, jemi vllai madh i jemi është Mefaili, Haxhi Mefaili, edhe i dyti vlla Haxhi Fadili, i thira e janë të ham petlla edhe të bëjmë një incizim, që na vllazën jemi edhe hajmë bashkë. Allah që për bleft. Edhe me bismillah edhe juve ju bën fëmijë, e na tash do të ham me bismillah, që ti mësoni fëmijët e juaj, familjet mësohet me hangër me bismillah. Ka edhe një send është interesant, kur hahet me një vend, është mirë me hangër po me një vend, edhe me hangër se cili para veti, si kur që e dini Abdullah ibn Abbasin, pejgamberi që e ka mësu i ka thonë, o djalosh, bën bismillah, ha para veti, ha me dorë djathtë. Edhe mos hani pi mesit ushqimit, se në mes zbret prej nalt bereqeti, hani anash, që bereqetit mos t'i dilni me penges për para. Kështu që
Masi incizimi po bëhet këtu edhe po shihni na po filloj me bismillah me hangër pak. E mandej masi të incizoje pak e shtimë dhe studio kalaja më hangër së dhaj halë. A kiti dhe një pyetje? A su kon ma mirë këta misafirat një marrë me qënë restorant dikund dhe mi o dhoni dark, apo ma u se ke po që në drejk, në dark një pikë? Kjo është shtëpia, bereqetja në shtëpi. Atje në restorant, atje është edhe alkoholi edhe tymi, duhanit e sen. Në shtëpi duhet më mësua shtëpijat me pranua mysafir. Gratë tona, djemt tonë, nusët tona, rejat, vajzat. Se ata kamanjerët e restorantit nuk i dhënohen kur. Ama të shtëpia, thonë dikush, vallaj ta pyti gruan, vallaj kështu, vallaj ka. Na shqiptarët muslimane kemi pas drekën edhe darkën, s'ka ta pyti, mës ta pyti burri kollën edhe u krypuna. Pse? Se vapi done me hinë në shtëpijat tona, jo në shtëpijat restorantit. Në shtëpijat tona, kur të hinsh në shtëpijën tonë dhe bënë bismillah, kur të hinsh mrenda, pat e s'pat banor mrenda, thuj selamu aleikum, se ka banor me lake, me laiqe, me lek, e nxuj, edhe ka banor gjin musliman, jep ju selam kretve, edhe kur të hash buk, ha me dorë gjatë me para veti bismillah, që shejtani mës në përzihet, as në hyrje, as në naje, as në haje, as në fjetje. Na s'kem punë me shejtanin. Na jemi musliman, shejtani larg pi neve. Prandaj e uftohen këto bismillah. Allah i shpërblet. Bismillah. Të ndëruar vëllezër motra kudo që në ndoqet, deshtëm pak me ju bani e relax për këtë mramje vëllezërore dhe duhet je kujtoj diçka që ne mos të ndodhë në familjet e juja ndoni mos marrveshje për shkak të ndoni drekës apo ndoni darkës. Se ndodhin, burri është për po, gruaja është për jo, dhe ana sjelltës. Kështu për mos më ndodh, duhet më kanë marrveshje reciproke në çdo familje, po le ta dije se bereqeti në familje është pa dyshim. Nëse e ke bën për fisabilillah. Nëse për reklam, për çka ta bëjsh, çata e ke. Një ditë pejgamberi i pat sahabët shokët e vetë në drek, edhe gjatë rrugës që erdhi gruaja e Resulullahit, kish bën diçka me hangër, çfarë ndodhi edhe i nxun koma dikont edhe e derdhi ushqimin. Pejgamberi nuk u skuq fare. Këta duhet ju tregoj. Me ta prunë gruaja drekën, edhe me u derdh tenxheria, ose pjata, ose çajnat. U derdh, ndodhi diçka. Pejgamberi as nuk u skuq, për çka ju tha sahabëve? Nëna e juaj ju la pa drek. Pse ju tha nëna? Sepse gratë e Resulullahit konsiderohen nëna të nderit për neve. Apo e kuptoni vëllezërit e mi? Gratë e Resulullahit, Hatixha deri në Aishën të fundit, janë nëna tona të nderit. Sikur që është nënë e nderit të krishterët kjo nëna Terezë. Ajo nënë nderi. Kështu konsiderohet. As nuk ka lind, as nuk është martu. Por konsiderohet nënë nderi. E na nënë nderi i kemi gratë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam me argument kuranor. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dhe gratë e Resulullahit janë nënat e tyne. Çka do të thonë nënë nderi? Me pas kënë gjallë gratë e Resulullahit, pra nënat tona të nderit, deri ditën e kiametit gjallë, nuk ka drejt kush me e martu. Ma kuptohet se nëna s'martohet. Gratë e Resulullahit, mas vdekjes pejgamberit, është haram me u martu dikush me to. Edhe nuk reagoj pejgamberi as pak keq, por tha nëna juaj ju la pa drek. Edhe kështu ju mësonu burra vëllezërit e mi edhe gra. Në dy palet mësonu. Ose gruaja, ka njëherë edhe gruaja i ngel
ngull kamët keq ndaj burrit në kuzhinë. Se bane kështu, e theve kështu, e bane ashtu, shejtani kacafitën, fëmija për teta një, kyllip qëte, kërset shuplaka, në vendin e darkës dhe në vendin e drekës. Qëka u bo? Prandaj runën derin familjet e juja, runën respektin familjet e juja. Ne jemi musliman e kemi shembulltyr Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Inshallah jetoni sikur që ka jetu vetë pejgamberi dhe na pas ti. E Allah ju ndëroft, vetëm e vetëm kështu sante një mbrami e patëm, inshallah kjetë të knaqër. Muhabetet vazhdojmë me juve, inshallah. Allah i shpërblift. Amin, edhe juve falemderit që kini ardhë. Në restorant kishim mujtë me shkua, po e kemi lanë koma është trajt juve në qurë neve. Unë e koma është ma lirë. Allah ju ndëroft. Allah i në ishtoft vlazni lëk në dashnin me zveti. Këtu o qëllimi. Unë i këmboft e zvlaznit për mu dhonë shembull, se ne jemi 5 vlazën, sonë të kemë këtu 3. Po për mu dhonë shembull, thyrë një agjallarët, halët, tezet, dajet, vlazrit e nënës, që të lidhet farefisnien me zveti, sepse shumë jemi largue shumë, për shumë faktor, për shumë sebepe, për shumë arsynat pa pranushme, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Medinë, ju ka thënë me këta po e mbylli fjalën, ja ejuhen nas, o ju njerëz, ato i mut taam, ushqenit e tjerit, wasilul arham, lidhni farefisnin, wasallu nasu niyam, falni namaz natën, tadkhulul jannata bisalam, që të hynin xhennet me paqe. Qofshin paqet Allahut subhanahu wa taala, natën e mirë, kalofshni.